Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me parashikimin e ditës së sotme, si ditë e premte, ku ndikimet dhe favorizimet janë të mëdha, por dhe kujdesi që duhet të bëjmë. Lajmi më i madh i ditës dhe ndryshimet dhe ndikimet që kanë të bëjnë, kemi të bëjmë përgatitjen, sepse kemi një hënë të re ditën e nesërme në shqiptar, por ndikimi është që sot duhet kemi kujdes nga gënjeshtrat, kujdes nëpërmjet bankave ose disa blerjeve. Nuk është atje ku duhet, por neve mendojmë pra veprojmë. Po le të hedhim një sy ndikimit që ka të bëjnë mbi bustullën astrologjike dhe çfarë na mëson dhe ku do të bëjmë kujdes. Ja ku e kemi këtu. Këtu kemi ndikimin, pra kemi hënën që është në shqiptar, por nesër në agim, duket se do të kemi dhe ndikimin e hënës së re, ku jep një mundësi dhe një çështje që do të thotë të rishikojmë gjërat e së shkuarës dhe mos bëjmë gabimet që do kemi gjatë rrugtimit ton. Pra do të jemi të gatshëm si të përgatitemi gjërave që nuk na pëlqejnë dhe neve të shikojmë çfarë na duhet dhe çfarë nuk na duhet ta heqim nga vetja, sepse ka ndikime se hënë e re gjithmonë ku kemi një hënë të re dhe një hënë të plot na ndihmon në këto çështje. Kemi gjithashtu ku do të bëjmë kujdes dhe cilët nga shenjat që do të jenë të vëmendshme për ditën e sotme dhe ditën e nesërme, por flasim për ditën e sotme, kemi të bëjmë me shigjetarët, kemi dashin, kemi dhe virgjëreshën e 10 digjit të tretë, ku do të jenë shumë kujdes sepse nëse kanë të bëjnë ndonjë blerje ose diçka tjetër, mirë është ta mendojnë dhe njëherë pra të veprojnë. E gjithë dita ka dhe disa të papritura për ata që lidhen shumë me udhëtimet, duhet të marrin një telefonat para se të nisen, sepse mund kemi dhe disa vonesa, por e gjithë dita nëse kemi kujdes asgjë nuk ndodh. Tani, le të hedhim një sy të 12 shenjave zodiakale, çfarë ndodh për sa përket ditës së sotme dhe të shtunës dhe të dielës. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimit, e ndryshimit, e marrjeve vendimeve, që do thotë shenja e dashit. Por ju të kësaj shenje me qenë se kemi dhe do të bëjmë diçka që është mjaft e rëndësishme në lidhje me takimet ose me gjëra që mund të bëjmë ose çështjet e punës më tepër them unë, sepse ka të bëjë shumë me një punë të re që juve mund nisni ose diçka tjetër që e keni në plan për ta rregulluar dhe stabilizuar. Mundësitë dhe koha është ajo që ju bën që juve të mendoni shumë. Meqense kemi një hënë të re ditën e nesërme, i përgatitemi që sot mbas dite, sepse ka të bëjë shumë dhe me disa ndryshime ose disa plane që juve keni, mirë është të rishikoni dhe çfarë doni të bëni. Nëse bëhet fjalë për një blerje ose diçka kësaj natyre, bëni pa kujdes, mos u nxitoni. Në lidhje me dashurinë, juve të shenjës së dashit duket se ka të bëjnë një ndikim shumë i mirë, është lidhja me dash akrep të diçit të dytë, nëse keni pasur disa probleme, disa debate, mund t'i zgjidhni. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e tokës dhe e marrjeve vendime të rëndësishme, që do thotë shenja e demit. Me kësaj shenjës së demit, ngado që ta marrësh ose ta mendosh, ta gjykosh, janë të njëjtat dhe vendimet që merren. Por megjithatë, kjo periudhë është periudha që na mëson shumë, përsa përket marrëdhënieve dhe ndryshimeve që kanë të bëjnë në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merren tani e tutje. Por gjithashtu ka dhe diçka tjetër nga mbasditja, është një ndikim mjaft i mirë, një bisedim që do të bëni mbas orës 18, ku është një orë për juve kur mund të shikoni, rishikoni ose të bisedoni për disa çështje që duhen të realizohen në plan në punën tuaj ose diçka rritje në detyrë kësaj natyre, por kjo javë është një javë që vërtet fundjava ka ndikime shumë të mëdha, por dhe java që vjen duhet pasur shumë kujdes edhe jo të nxitohemi. Por e gjithë ndikimet dhe favorizimet që lidhen mbas fillimit dhe përfundimit të kësaj fundjave dhe fillimit të javës tjetër, atëherë do të shikojmë se çfarë mund të diktojnë. Por këto ditë jemi të vëmendshëm dhe me këmbë tokë, sepse gjërat janë më ndryshe se ç'mendoj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, juve të shenjës së demit, që keni një ndikim me shigjetar të 10 digjit të parë, me ujor të 10 digjit të tretë, ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive që juve mund ta realizoni, ta stabilizoni atje ku dëshironi. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë ajri tani, sepse shumë plane, shumë ndikime, shumë vendime që mund të merren, që do thotë shenja e binjakëve. Meqense binjakët duket se tani në lidhje me disa takime ose disa vendime shumë të rëndësishme që mund të merrni, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar, por në lidhje me
anën ekonomike financiare, lidhe me disa ndryshime që mund të kenë ose disa gjëra që vërtet është dhe koha dhe periudha ku ndodhin fenomenet, por juve ka të bëjnë shumë mënyra se si juve gjërat i realizoni ose gjërat që diktojnë në fushën e karrierës suaj, por dhe një moment mjaft fantastik për sa i përket një çështje të madhe që mund të keni ose disa gjëra që mund të diktojnë në anën e punës suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me bricaptë dhe diçit të parë dhe dashtë dhe diçit të tretë, ka diçka surprizë, prandaj vini veshit se është diçka shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Për gaforet, në fakt, duket se tani tutje, gjërat janë në farë mënyre në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime, në lidhje me çështjet e korrektësisë, por meqense kemi të bëjmë me një hënë të re ditën e nesërme, mirë është të rishikojmë disa gjëra çështje që lidhen me punën tuaj, lidhen me disa çështje gjyqësore ose disa keq interpretime dhe shmangni gjërat në lidhje me mashtrimet, sepse mund kemi shumë gjëra të kësaj natyre për sa përket kësaj fundjavë, vemi për bler diçka dhe ajo mund të jetë ndryshe nga ç'e mendojmë, prandaj keni kujdes në marrjen e një blerje apo një sendi tjetër, sepse mund të mos jetë ajo çka juve mendoni. Gjithashtu, edhe në lajme në internet apo në raste të tilla, duhet pasur kujdes për sa i përket çështjeve që neve kemi ditore apo ato që neve na interesojnë në fusha të ndryshme. Por gjithsesi, duket se juve të kësaj shenje keni dhe mundësi nga dreka, ku disa bisedime ose një udhëtim që do të bëni janë ndikime të mira për sa i përket disa bisedave që do të bëhen dhe mund të keni mundësinë për të biseduar, rishikuar disa çështje nga e kaluara. Lidhjet që kanë të bëjnë me dashtë dhe dishit parë dhe shqiptar duket se ka një ndikim të mirë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Çfarë ndodh me luanët? Me luanët duket se dita e sotme është një ditë vërtet e lodhshme, por lodhje e kënaqshme. Sepse realizoni disa gjëra që vështirë më përpara ishte e pamundur të realizoheshin, por jeni të drejtën, kur jeni të drejtën tënde në punë, në drejtësi, në takime, në bisedime, në gjëra që juve keni të drejtën tuaj, është një mundësi mjaft e mirë. Kjo do të thotë që nga dreka, nga ora 12 deri në orën 14:30, e keni një orë shumë të mirë për këtë, mund të bisedoni, sepse në orët e tjera ka ndikime, ka dhe keq interpretime, por gjithsesi e përgjithshmja, po të kemi kujdes, jemi me kam tokë, asgjë nuk ndodh, përkundrazi rregullojmë gjërat nga e kaluara. Çështje që kanë të bëjnë me dashurinë për juve të kësaj shenje duket se ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime, sidomos me peshk të 10 të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një ndryshim, sepse ndryshim mund ta quajmë edhe ndikim shumë të madh që do thotë shenja e virgjëreshave. Për virgjëreshat do duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për sa i përket një zgjidhje të një problematike që kemi pasur para disa kohëve, por duket se koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt dhe keni mundësinë për çështjet ekonomike financiare, për zgjidhje të problematikave dhe të kohës tuaj, sepse duke pasur parasysh një moment mjaft i vështirë para disa kohëve, por duket se tani kjo do thotë lëvizje nga puna, se kjo do ndodhin nga mërkura e tutje, por përgatitjet bëhen sot në lidhje me disa bisedime që do të bëni, por nuk është problem. Përkundrazi mund ta sillni vetë juve sepse ka diçka në mes të çështjeve të punës ose të karrierës, sepse gjërat janë në rrugtim të mirë, sepse keni ditë përpara se të ndodhin hëna e re ose gjërat e tjera. Vërtet neve themi kur kemi hënë të re, nisim gjëra të reja ose çështje. Por para se të nisim gjëra të reja, para se të fillojmë diçka, neve e shikojmë, e mendojmë, pra veprojmë. Po nuk e shikova, po nuk e mendova, atëherë nuk dua të veproj, sepse mund kem gabim edhe mund të humbas para. Prandaj e them këtë gjë, prandaj bëni kujdes edhe juve. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me bricap të diçit të tretë, ka diçka mjaft pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshorët, në fakt, nëse juve keni në lidhje shumë me qerat, nëse keni për të dhënë një objekt me qera, ose për të marrë një objekt me qera, ose keni të bëni lidhje me parandor, ju keni të bëni me exchange, keni të bëni me bankat, keni të bëni me strukturat të ndryshme, bëni pa kujdes mos mund nxitoni, sepse nxitimet e tilla janë në fakt në një farë mënyre mund të jetë ndikimi më i madh ose disa gjëra që nuk janë ashtu siç juve e prisni. Prandaj bëni kujdes dhe mos mund nxitoni në marrje vendimesh. Prandaj shikojini, rishikojini mirë se ka të bëjnë disa gjëra janë nuk do keni kohë për të rregulluar pastaj për një diçka që mund të ndodhi. Po gjithsesi në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me ujor duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Meqense akrepi nga njëra anë na ndihmon ose në lidhje me ndryshimet që ka të bëjnë momente të mira
që ka është koha dhe interpretimi i çështjeve ekonomike financiare në lidhje me një ndikim shumë të madh, sepse pozicionimi i planeteve, momenti dhe mundësia që janë në anën tuaj, duket se nga mbasditja, mbas orës 19 e tutje, gjërat do jenë më mirë dhe më të qeta në punën tuaj. Keni të bëni me një takim shumë të rëndësishëm, urgjent, do ta thosha unë, në lidhje me çështjet e punës ose një ndikim i madh, por do të keni pak kujdes dhe vëmendje. Unë kam thënë gjithmonë dhe e them të madhe, për juve që keni grada, për juve që keni të bëni me punë të rëndësishme, për juve që keni të bëni me çështje që vërtet keni të drejtën tuaj, por akrepi ka të drejtën kush ja di po. Por gjithsesi mirë është duhet par kujdes gjërat. Nëse juve ju jepet një ofertë ose ju bën disa gjëra të kësaj natyre, eci avash sepse nxitoj është motoja për ditën e sotme në këto çështje. Edhe pse keni pasur disa probleme të tilla, mundoni të trokisni që të bisedoni ose një bisedë paraprake nuk ju dëmton, por ju shëron. Jo në Jorgon do kujtoni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me virgjëresh, vëmendje, jo thashatheme. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ditës që do jetë sot e nesër, që është shigjetari. Shigjetari të dashur nuk diskutohet, nuk e vën dyshim se shigjetarët nuk e vrasin shumë mendje, më mirë Jorgo thonë juve, por unë kam drejtimin tim, do vetë të punoj të bëj diçka, do vetë të blej një send ku diun, një motor, një makinë, por e blen, por sa vete pastaj është puna, sepse mund ta marrësh por dëmet ose problemet që do nxjerrë ai mjet ose ajo që do merrni nuk do ja vlej ajo para që keni hedhur për ata. Ktu është çështja. Prandaj keni kujdes. Nuk er fundi botës, nuk e morët sot e nesër. Jo, e shikojeni që ta hiqni merakun. Dhe pastaj nga hëna e marta llafosemi pastaj dhe shikojmë a bën apo nuk bën. Por gjithsesi do të keni kujdes shigjetarë dashur, sepse juve jeni pak a shumë të lëvizshëm në lidhje me punën dhe me gjëra, mos keq kuptoni. Shigjetarët gjithmonë xhurifuri kanë qenë dhe janë, do mbeten në anën e tyre, por kanë gentilesën, kanë edhe atë çka do të thotë ekonomi dorë lëshuar. Por prishin aq ju vinë. Këtë garantoj Jorgo 1.000%. Por gjithsesi ndikimet dhe favorizimet që kanë bënë tani tutje është në favorin e tyre, por gjithsesi në lidhje me një dashuri të munguar, që do thotë me virgjëresh dhe me peshk, e kanë një mundësi për të rregulluar gjërat. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku gjërat janë ndryshe edhe mendimet edhe sugjerimet. Por gjithsesi, unë do t'ju thosha që juve të shenjës së britsjapëve ka të bëjnë lidhje me punën, lidhje me ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Ndryshimet rrënjësore, por edhe pse disa lodhje të iskashme, keq kuptime, keq interpretime, mundësi, çështje të tjera që keni pasur, por nuk ndalet këtu. Këtu është vetëm fillimi i ndikimit të madh, ose nuk është të cënohet e drejta juaj ose të cënohet e diçka, por juve jeni shumë të drejtë, por kjo drejtësi do triumfojë shumë shpejt. Kjo drejtësi do të thotë që mirë u bë që nuk u realizua diçka më vonë ose më përpara që ka qenë një çështje, por u vonua. Por gjithmonë gjërat që bën me vonesë janë dhe të mira, jeni të bindur për këtë gjë, sepse shumë gjëra shikohen, rishikohen në çështjen tuaj. Prandaj në lidhje me punën, në lidhje me provimet, në lidhje me ndryshimet ose blerjet që këto të keni mundësinë për të zgjidhur gjërat dhe jo të keni probleme të kësaj natyre. Në çështje që kanë të bëjnë me anën e dashurisë, pak vëmendje, me gafore dhe me akrep të diçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Por ujorët e kanë shumë ndikimin e madh, sepse për të tjerët thonë mirëmëngjes interes, por për ju e thoni mirëmëngjes me shpirt e me zemër. Por sa e kuptojnë të tjerët të drejtën tuaj, këtu është çështja. Unë them po, e kuptojnë, por nuk ju leverdis. Por megjithatë, mos e keni merak fare, sepse është një ditë që si ditët e tjera do kaloj, edhe nëse keni pasur disa stresa ose disa gjëra të natyre, por vjen një moment tani që është momenti më i mirë i mundshëm për të marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë, lidhjet afatgjat, që do thotë me binjak të diçit të tretë, me akrep të diçit të dytë dhe me dash, ka një ndikim që ose disa bisedime që do të bëni juve të shenjës së ujorit, është momenti juaj dhe koha që do të shëroj gjithë plagët e së shkuarës. Prandaj mos më shqetësoni fare se gjërat janë në anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimit dhe e mundësive që janë të shenjës së peshqeve. Peshqit po, kanë një mundësi shumë të mirë, sepse do të zgjidhin disa problematika të tyre të ndryshme, por sidomos ditë e sotme, dita e nesërme, bëni kujdes, këto 2 ditë nuk erë fundi botës se u prish ose diçka nuk po shkon ashtu siç duhet. Ju të shikoni vetë, do ta ndjeni, jo se thot Jorgo, nga filluar qysh dje mbas dite, për vonesat ose disa gjëra, ndryshe ju kanë thënë, ndryshe ju thonë, dhe dita e djeshme ka qenë disi, par dje mbas dite ka qenë, dje sot dhe nesër.
që kemi ndikimin e hënës së re, pastaj gjërat do jenë më mirë dhe më të shtruara. Sepse të gjithë shenjat, edhe juve të shenjës së peshqeve, mund të mashtroni për hiçbir gjë, për gjërat vogla. Vetëm të bleni diçka, shikoni germat e imta, sepse i diçka që mund të jetë skaduar. Dhe aty duket fjala vjen, ose ka diçka tjetër që nuk shkon për shtat, ose ndryshe keni parë amballazhet atë që do të bleni, dhe ndryshe ju vjen. Pra, kjo do të thotë që do të keni kujdes para se ta merrni diçka, shikojeni me imtësi, se lekët po jepni, djersën tuaj po jepni, prandaj do të keni kujdes në këto gjëra, mos mund nxitoni në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe me shigjetar duket disi mirë, por kërkon akoma vëmendje në gjëra që do të bëjnë gjëra të rëndësishme. Kurse me virgjëresh duket se ka diçka, por jo gjithçka akoma ka përfunduar. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht kësaj ditë të premte që ka të bëjnë shumë me këto që thash, edhe nesër do të keni kujdes. Ne rishikojmë përsëri ditën e hënë me parashikime, me fillim javë e shumë gjëra të tjera. Nga një rrugëpulla. Gjithë mirat.